Qa ka vënë kështu? Kam vënë mor beso muzik Metallica. Çfarë emri more Ulcerate? Jo Ulcerate. Niçe. Ku ka që... Duhet ta nisja me një këngë nga filmi që ka thyer zemrat e gjithë shqiptarëve kudo që ndodhen. Duhet ta nisja me Odiseun, po ishte shumë e trisht si muzikë dhe vendosa që mos ta nis me atë. Edhe gjete ulçere. Ulcerate. Dhe alternativa Kancerejt. Dhe alternativa Odiseut ishte Ulcerate, që diçka me stomakun. Përshëndetje më miqtë mi, po si jeni më, o zemrat e mia, ku jeni ju, je bote, na ka marrë malli, u rikthyem. Kemi ca ditë pa arte ju. Ca ditë. Ca muaj. Javë. Ku jeti e nea? Përshëndetje. Njeri pas kujtave. Por Gjithmonë ka njëri pas skrupull. Sa fjalë bukur që pas skrupull, Do flasim pak për Odiseun. Se na ka çmend Odiseu. Shqiptarët janë më krenar se kur. Ai si e ka i vendim kapa e ka ai që ka lujt atë Po. Cylen dyaren aty Mirë, më pëlqen që kavallin dhe me pak fjalë Ludwig Göransson, kompozitori mirënjohur, nxënësi Hans Zimmer që ka qenë në shumë filma të Nolanit, ka bërë kolonë zanore për filmin e ri Odiseut, që ishte një film mediocre. Jemi herë parë beso në gjithë këto vite podcast që jemi në një mendje për një film. Ishte tamam. Un pas shumë pak, po nuk e te kalon dot ato të vjetrat. Po ja do vim aty shumë shpejt, po të lidhem pak me këtë që i ka çmend shqiptarët plak. Me polifonin edhe me cylen dyjare të vendim kapajt. Që vendimi ka marrë një super vendim që është fut te ky filmi edhe shumë mirë, po polifonia miq nuk është se është polifoni tamam shqiptare, është një film. Në film, është një film ishte kështu si polifoni gabim. Është një duket sikur se dinin çapo bënin ishte. Po, është Mirë se nuk është polifoni shqiptare. pra po Është nuk se polifoni. po jo se u Mirë. çmend interneti që polifonia shqiptare nuk ka lidhje me polifoni shqiptare, se polifonia shqiptare është Ajo pjesë Kryevepër. e fyllin lab. ajo po. Është një pjesë që këndojnë tamam polifoni këta, janë në varkë dhe këndojnë burrat. Po nuk është polifoni shqiptare. Nuk është polifoni. Labe. Ajo nuk është polifoni fare, nuk. E pra, e ne është pak si Po më ka shumë lloje polifonish. Ore ajo ishte kënga keqe. e keqe ishte. Çapo Po- bëni, këndoi njëri mirë. Kavalli ishte lart kavalli. Skena, domethënë pjesët ku ishte ky dreqi vendimi. Ora unë dua të di kanë dhënë lek apo jo aty. Po jo, ka marrë një vlerë të vogël apo se gjërsa është e titrat e Ne filmit. mos i kanë dhënë 200.000 lekë një. Po ai shketi çfarë punon sanitar në Vlorë? Komunale. Nuk është një. Po jo mor, nuk e kam këtu. E kam që Po jo, Ashtu se- punojnë gjithë ta. Jo komunale, po janë gjithë jo muzikantë 100%, gjithë këta të polifonistë. O, plak, Normal ose folklore. çfarë do nxjerrësh me Pra, do bëhet super i suksesshëm jo, me ma- kavall. po mirë më Se të nuk e japin. vlerëson një. Po mirë më të japin një pension të vogël ose. Dikush i bi oboës në Gjermani, i bi vetëm oboës. valla. Po plak ose atë po i them. bie se është pjesë e një orkestre apo e një. Po ky mbase po të ishte pjesë e një orkestre, po tash. Po tani Ka që artisti janë pjesë- pastron plera apo nuk Po shkon. jo, ma nuk shkon, paketo që nuk Po shkon, pse nuk shkon çka ka? Ta që janë po se pjesë nuk e shkon tani grupeve o beso. polifonike, nuk çat, pjesë ore- orkestre mund t'i qush, po nuk është se Nuk shikoj, nuk ka aq i del. pjesë të shpeshta, nuk domethënë s'ka Nuk është shkruar aq njëri- prezent, nuk Po jo, është. nuk ka shkruar njëri aq shumë sinfonira apo pjesë muzikore me këtë fjullin e këtij që ky të jetë të marrë një rrogë aq Po të edhe shpeshtë aty. sikur. Ky s'është i vetmi që i bie kavallit. Po jo, janë Ja do merre ky. Janë 2 a 3 I bie kavalli. Jo, është Po po tash i bie bishtit kavallit. ta kam marrë që edhe sikur të kishte një simfoni, Jo, është goxha. njëri do futej në Po orkestër. i vetmi është më duket. Oh? Po. Po tani bëhen Jo, një jo, orkestër jo, për blaq, të. I jepi një Është si punë e pensiono. është si punë e rapsodëve të lahutës, pak janë, nuk është. Po pra jepi pension aty olla tani. Çat punoj ai tani Pension për kamarier në Jugo. Po pension për çfarë më të Po japësh? pension ose është artist i popullit që ruan një vlerë kombëtare më valla. O vlla, Vučići i dha Dana, më fal. O vlla, Vučići i dha Dana White-it Lahut. laudën tono. Po. Ju po thoni tani Edhe e mos quajti ti ruaj si me vegël ta. serbe.
Duhet shumë të i ruajmë të gjëra, valla, se janë gjëra të bukura, janë detaje të vogla të gjithë shqiptare. Shiko, nuk është thjesht jepi një rrogë atij, se është kot ajo. Po duhet ta duhet integroj po. në, domethënë, Ta fusin nëpër po normal se ditë bie fylli dhe ai tash edhe nuk është ndonjë problemi ma se punon me sanitar apo Beso një saktësim kavalli. Ore, po duhet të ketë Po, edhe kështu more, domethënë duhet të nxitet që jo vetëm ky të marrë një pension dhe të shkojnë në shtëpi, po duhet të ketë pak reprezentim që të ketë edhe njerëz tjerë që e mësojnë se do vdes vendimi një ditë. Te kaloj Po. si Po normal larg është qoftë se duhet ta mësoj Po, një pikë ti. Larg qoftë, mo, larg qoftë. Kalipso. Ore, gjithë do vdesim. Se ore. zotria do vdes. Po siç kanë vdekur të gjithë më Po përpara. drejt që të kalohet tek Po pra që Brezilja. të kalohet të ketë interes që ta mësoj edhe një tjetër. O ne apo shpjegoj pak këtyre miqve tanë që nuk e din çfarë është kavalli. A është një fjalë dysh? Ke edhe ti një Jo, serë? është cyl dyjare. A cyla dyare? Kavalli është ky fylli gjatë lab. Po Duket pse- se Po pse vendimi duket sikur ja fut një prej dhëmbë aty bakri. tek Ashtu i ajo. bie, shumë e siklet. Nuk ka pips. Nuk ka pips ajo, dhe atë rolin e pipsit ti e bën me buzë. Po ti vjen në një Se pipë. dhe me dhëmb. Po si Kesh e i stërdhëm Shon që ti soundi, bie. ajo aty e ka të bukur. Po vendimi e fute dhëmbja Pa të atë. dhëm destrembër nuk Po i bie që dot. krijon atë formën e pipsit, pra po e bën me buzë atë A gjë. e fut te dhëmbja atë dhe Po, po si sa ketë, si leçme po. plak. Do të thënë asaj si bie njëri tjetër. Sikur e vret ata. E pra dhe ato Edhe vetëm. me kallam mund të bësh fyet ngjashëm, po këto përgjithsisht bëhen me bakër. Po është labe Edhe si është me gjatë. Po është labe si- Kete Çerçistopulli një pjesë shumë të bukur me fytin me- lab. Ah, muzika që qizit është shumë. me kavall. Po. Ti e ne nuk e pe filmin. Nisa, po nuk po më tërhiqte. Nuk po e nisa. Po shifja kështu në Partije. Shkova në online. kinema. Online. Online. Ta mirë, ashtu. Shikoni më, të flasim çik për filmin. E para punës, le të themi që jemi në vitin 2026 ku marketingu bën vetën edhe sidomos rrjetet sociale. Ky filmi ishte për mendimin tim, si film dashës edhe film manjak filmash që jam. Ky film e kishte marketingun shumë të fortë. E para punës që me ish Ellen Page dhe tashmë Elliot Page, që Po, i kapën këto pikat e. po që thuaj që do ishte Akili, nuk ishte Akili në film, po kishte një rol goxha të rëndësishëm në historinë e filmit. Po, Ç'është që vërtet. nuk ekzistonte Odiseja. Nuk ekziston. si Është personazh. trillim edhe është një personazh që lidh gjithë historinë te Odiseja. E dyta e punës ishte Helene Trojës, se nuk kishte një Helene Trojës e zakonshme, po ishte Lupita Nyong'o, Deep Afrika, do më thënë një personazh nga Afrika që luan Lupita, këtë dreqin Helene Trojës, dhe gjithashtu edhe shumë ushtar të flotës së Odises ishin japonez, indian, cëriksa. Do të thënë Japonez. japonez, indian, po indian s'do Po bëri mirë, çuditë. këtë mund ta Jo. shohësh edhe si shfaqje teatrale. Më thënë, okay, këta e bëjnë për arsye politike të këtyre budalliqeve të Hollywoodit. Po një shfaqje teatrale në Japoni, ti Odisen Jo. japonez do e bësh Jo. për shembull. Jam Mund ta dhe- shohësh edhe kështu. Jo, jam dakord, Unë nuk kisha të Po jo, e bën mënyra japonez, si po e po trajtonte aman. historinë. Shikoj, e bën japonez, po jo kur ka në tekst fjalit të tipit që ne jemi ushtar grek nga Itaka. Nuk mund ta thotë një japonez. Po se pra, po s'bën si sens. si do ta bëjnë një teatër japonez ai këtë gjën? Me Hiqe fjalë, japonez të do ta faktit bëjnë. hiqe fjalinë, po Nuk kjo është që e fusin këta Ose, për ore, politikë është tjetër ose gjë, po ose të da si ose shiko, vizuale të bëj një film hajde, që ma. të bëj një film që të dalim ne për shembull, dalim një nga një kaukazian, ore unë në një film Po. japonez të dalë unë tash të bëjmë një për luftën e dytë botërore, për bombën po, për bombën bërthamore. për situatën. Edhe të dalë unë të them që ne jemi japonezë dhe ta them unë këtë Po fjalë. po se thon teatr gjatë gjithë kohës për shfaqje franceze, italiane. Po teatri është tjetër që po se janë këto të Nuk shkon ne, të nuk shkon sajuara. në burr, nuk më qëndron në burr. Unë e kuptoj që duan të jenë Unë gjithë nuk më përfshirës. shkon se është fut për tjetër arsye, po Po mos e kuptohet që është Ore, sa dakord, do po. kishte pas mundësi me gjet aktor dhe do kishte marrë ata, Po, pra, okay. Do me shiko, për mendimin tim se do bëj një spoiler të vogël. Për mendimin tim ke Elliot Page-in. Elliot Page, aktor shumë i Ellen. mirë. Ellen Page. Po Ka që qenë mirë, jo, ka qenë aktore shumë e mirë dhe aty te filmi është okay. Por jo, s'është okay te filmi. jo pra, po shiko. Gjithë filmi lidhet aty që thot Odisea
spoiler alert, largoni kur se ka pa filmin, që kur lufton me të keqin i thotë që djali më trim që kam njohur në jetën time ka qenë personazhi i Elliot Page-it. Tani o vlla çfarë të them unë ty o vlla tani. Tani unë ndërkohë personazhi i këtij përpiqet të trashëdhëri në film. më kupton. Odysseus. Jo, më shumë mënyra si ishte trajtu nuk po më pëlqente edhe prej faktit që ishte shumë miliarda aty brenda, ndërkohë që ajo është vepër tjetër. Po kishte shumë gjëra të shpikura, do të thënë koncepte, arsye pse nuk ishte përmbajtur fare. Më dhëmë pse Agamemnoni donte te Odiseja është që Agamemnoni e bën për çështje nderi. Pa ju fut vërtetave historike, se ajo është vepër arti. Për Helenën, këtu kur bën muhabet ky me Penelopën, i thotë që ai po e shfrytëzon këtë se të hapi rrugët tregtare, se i erdhi rasti në dorë. Më duke futur ishte kota. Domethënë ishte vetëm si ishte kota e Agamemnonit. Jo, ishte kot si personazh, vënte asgjë. Domethënë vetëm kishte vetëm helmetën e bukur. Po vlla, nuk bënte asgjë, o ditë vetëm rinte kështu. Unë me atë dua të shkoj në punë. Duhet të marr një se helmetën vetëm. Po si personazh s'bënte asgjë, ishte kot. Domethënë po ta hiqe nga filmi, nuk ndoshta asgjë. E kishte trajtu pak me këtë që fuste shumë Iliadën, sikur gjithë Odiseja është rrjedhim i një eksperiencë post-traumatike të Iliadës. Domethënë jo një vepër më vete. Edhe le të flasim pak dhe për Odiseun, sa Odise player më sa player burr më sa i keq më personazhi pa kështu fare. Ishte jo i urryshëm, njëri ishte kështu si Imo që kishte e merrte malli gjatë, pastaj një bëj kështu si sigurisht e pak aventurier, se në fakt Odisea origjinali në legendë. Ishte shumë legend burr, po shumë aventurier edhe kurse ky ishte kështu i mërzitur gjithkohës, edhe pastaj një kot nga hiç dilte sikur i pëlqente aventura, po 3 sekonda. Më lidhni të dëgjoj këngën e sirenave, pastaj kthej prapë në melankolik, në kështu nuk bën. Ai në Feshtatës është në Feshtatës është me jo Bekim Femiu, edhe ai Bekim Femiu. Sa kanë pasur Bekim Femiu? Ai Bekim Femiu vlla si është, vlla si semizot është vlla. E ke parë ç'a mashkulli është? Vlla e godas keq fare Bekimin. Ç'a ky ma demon si por nuk kishte atë vibe-in e këtyre filmave epik. Po, është pak më drama. Ishte bërë shumë kështu sci-fi. Edhe këtë që e kishin hequr të punën e zotave, që domethënë ishte më shumë ishte sikur ishte anë psikologjike e këtij se sa ishin zota vërtet. Ç'a më kujtove Gjeno, më kujtove atë player vajzë, si nuk e shoh dot Zendayën, që nuk e di kë ka fut mik mor vlla, nuk e di mor kë ka fut mik mor, që është çdo film të rëndësishëm. O vlla, ore njeriu nuk di të aktroj mor miqtë mi, miqtë mi, ore hapni syt ore vlla tani, nuk është mor në asnjë film o burr. Aste Euforia, aste Duni, aste vetëm shikon Spider-Man-i, shikon atë dritarja. Të gjithë flasin edhe vetëm rishikon nga dritarja. O plak, si ka mundësi më burr. Pa këtu e humbaun me Nolan valla. Nuk është Athina ajo. Dakor, e morën vesh. Spoiler alert. Në fakt. Më bëri shumë përshtypje që kur isha në kinema që pas filmin, kisha tha njerëz të gjitur që ishin mosh më e re se unë. Po. Edhe u çmendëm pse. Domethënë ishin 2-3 vjet më të rinj se unë, 20-ta domethënë. Po. Edhe një që nuk se kishte shumë iden se çfarë ndodhte, po çfarë ishte filmi, pyetja të tjetër në ta, po Zendaya çfarë roli ka këtu? Se dinë fare ajo. Jo, po fakti që pyeti për Zendayën, nuk pyeti për asgjë tjetër. Gjëja e parë që pyeti ishte po Zendaya çfarë roli ka. Domethënë e kanë shitur si po se kanë shitur më plak është ore. Memet që janë bërë me kostumin e Agamemnonit, si rezultuan? Këtu rezultuan në këto shitje valla, se s'është një film. Ore kemi pasur filma epik në jetën tonë. Ore ky ishte film i harruar. Ka Kingdom of Heaven, ke Troy. Është film i harrueshëm kështu. Ke i fundit i Mojkanëve. Ke Jason and the Argonauts, është i vjetër fare, Gladiatorin, Gladiatori për shembull, Gladiatori është larto, është film që kur e shikon mund ta kesh parë 7 herë, prap Bravehearti është kapolavor, është kryevepër, nuk mund të krahasohet me. Kurse unë këtë nuk kam për ta parë për herë të dytë. Jo, nuk shifet për herë të dytë. Unë se dia do ta shoh për herë të parë. Mua po
Mua po më dolin televizor dhe çoj direkte te Reis Çiçolla, do më mirë gjej Reis Çiçon se sa Odisen. Nëse unë më pëlqen ama që 2026 është një vit që njerëzit riflasin edhe një herë për kineman, sidomos për horrorat. Sepse këtë vit ka bërë namin Obsession, nuk e di a e keni pa. Nëse është një film është low budget. Është film që ska $1 milion buxhet. 700, akoma më pak. Thjesht skenari është shumë i gjetur, që është vërtet. Është me një çun që ka fiksim një gocë, ke parasysh që fut shumë friend zone edhe thyen diçka që bën dëshira ai që. Shprehin dëshirë dhe ajo goca që ka bërë Inde Navaret, plak që ka bërë mega aktrimin e jetës, nuk e di domethënë. Plak edhe filmi është nga filmat më të mirë të 2026. Ky dhe Backroom. Edhe Backroomi. Edhe Backroomi. Të dy filmat të bërë nga dy youtubera, tashmë youtubera kanë qenë këta, kanë pas kanale të ky Backroom si e kam ndjek, po këtë tjetrin nuk e kam një fare. Besim ka thënë që është i njohur, po unë s'e kam ndjek të drejtën. Dhe më pëlqen që po rikthen edhe një herë vëmendjen njerëzit tek gjëja të skenari i gjetur, jo tek epiciteti, kontenti, te marketingu agresiv me Zendaya, me atë plerën tjetër, atë Tom Holland, atë dhemjen, atë të vjellën, si është mora që i keq ai djalë më. Jo, aty te ky Spider-Man i ri ka aktruar mirë. Se është mirë aty? Është mirë aty. Se di do të filmi i dobët, jo i dobët, se edhe ky po bën me shitje, po superstar, ka $1 bilion. Po ishte film kalamajsh. Kalamajsh. Duhet ta haraj ti marr lekë të drekës aty Tom Holland. Po jo, këtu ishte pjekur si Spider-Man, kështu si. Po prap film kalamajsh ishte. Po ishte Zendaya prap tu. Oj, në çdo dialog dhe ku ka dritare është Zendaya që shikon. Shikon atë dritare, ëh. Po nëse mua më pëlqen që rikthehet edhe një herë vëmendja te skenaret e gjetura, te këto. Po. Krijimet origjinale në një youtuber edhe që imagjinoni që mund të bësh ti film një ditë. Mund të bëj Besi, që Beso mund ta ketë bërë ndonjë se skenarist është. Beso ka bërë disa ore, po them një gjë origjinale të vetën. Gjë të mirë. Gjithë kemi bërë. Si e ne? Gjithë kemi bërë filma në këtu. Po boça, hapët kutinë e Pandorës. Jo, nuk kemi bërë. Pushoni. Trojmë temë. Nëse do flasim për një gjë tjetër, më të gëzueshme. Ha një. Çka më të gëzueshme? Ore se do kalojmë pak në Odiseja, do kalojmë pak tek folklori shqiptar vëlla. Do flasim pak për muzikën e vjetër shqiptare. Një emër që ndoshta ti do ditë diku, po unë do ndërpreva tash dhe iku si muhabet, po një emër që dua ta përmend gjithmonë është Nduhe Shyti. Nduhe Shyti është legjendo. Ai e ka mbaruar instrumentin, e ka mbyllur domethënë të gjitha, edhe fyllin edhe çiftelinë edhe të gjitha kështu. Pardje po e përmendim Nduhe Shytin në Burrel, se na erdhi rastësisht në tavolinë një çun me çifteli që po bënte i kurs çiftelie, edhe po bënte ca pjesë, edhe I thash, a dini pjesë Nduhe Shytit edhe kapi pjesë nga Nduhe Shyti. Ashtu pas ka. Jo, është mirë se sa Nduhe Shyti. Po çfarë respekt pas që ka futur në kurs për çifteli. Nice. Po ku bën kurse për? Kush bën kurse? Për rreth e kanë për këto qendrat e kulturës. Po kanë këto qendra rinore kanë vërtet. Bën, po nuk është se bën hajër, më thënë thjesht e mëson. Nduheja kishte kështu, shkonte në kudo kishte festivale kështu folklori në Francë, domethënë në shumë edhe merrte gjithmonë çim të parë, ishte kështu I pa diskutuar. Po pse ka qenë edhe internacional Nduhe Shyti? Ta vështirë, ishte kështu. Ai internacional ishte se nacional se një njeri. Jo, se kanë bërë brenda se një njeri. Jo, më se kanë. Miçi shkon një në Francë. Jo, mos e kanë bërë edhe këtu më para kështu, pse s'bënin këtu? Bëhet kur bëhej ky festivali I folkut në Gjirokastër. Edhe dilte Nduheja e çmendte instrumentin fare. Plak është Nduheja miq. Hapni, ndaloni çfarë do lloj gjë që jeni duke bërë. E di që po shikoni Odisen ose po shikoni porno. Po shikoni porno, nuk e di çfarë mund të bëni. Ndaloni. Shikoni Neo. Ose na shikoni. Po. Na shikoni ne. Po shikoni porno. Hapni YouTube-in, kërkoni Nduhe Shyti. Ata do ishte shumë si fleshme duke bërë porno, Nduhe Shytin. Stop tu, Një tabja. Ishte këshill shumë e keqe kjo dhe. Ishte imagjinat. Hapni Nduhe Shytin dhe vërtet teknikisht njeriu vllai ishte I zjarrt
nga gishtat, nga duart, nga melodia, nga ritmi, shumë lart beso, shumë mirë që e përmende, dhe fiks për këtë flas. Ore, ne në vitet e sotme, ore, e din këta breziri që që kemi ne këndim me lahut, që kemi kavall, që kemi të brezeria, se mos e di brezi hyna dhe mos e ne kemi hasja në YouTube. Pse polifonia kemi asur ne, po se kanë asur gjithë, po. Kur kemi shkuar ne, kur ka qenë një festivali i folkut? Kemi shkuar ndonjëherë? Asnjëherë. Po, ka qenë festivali, prandaj s'kemi shkuar ne. S'ka qenë. Ky ishte justifikimi. Po pse ka qenë festivali? Po pse më nuk ka organizime folklorike? Si s'ka? Ajo që ka për shkuar ne 3 ditë në Kote. Ai tjetri shkon në kurs. Në Kote ne. Tani, po pse kur të vitet ta bëj këtu? Te oborri. Në shtëpi. Domethënë ka shumë breza që është ka rënë shumë si që nuk është brezeri, aty bien brezeri. Po s'kishte brez të ri aty në Kote, për shembull të festivalit polifonis, ishin vetëm këta pleqt e çdo fshati, edhe publik në fakt ishin vetëm këta familjarët e vet. Nuk kishte as nga jashtë rrethit këtyre. Po pse besoj kemi humbë këtë dashurinë për gjërat e vjetra tona? Domethënë, ka një korelacion të hapjes së Shqipërisë ndaj, ku diun, gjërave moderne, se patjetër jemi në një botë që jemi sinkron tani me internetin e me normale që ka rënë shumë kjo që ja. Po pse se bota e ruan këto për shkak, Greqi ka shumë vende që bëjnë Ku mo ka kush? Jo, kanë valle, kanë në përfshatra kanë shumë aktivitete. Kam gjetë edhe dyqane online që blen lira greke tipit stili lash. Gjasme. Po mirë, kanë artistë aktiv. Buzukun ka, buzuku me karafila, nuk se mbajnë turko. Si nga turko. Apo grek. Je interesi, po nuk, ore buzuqi turk. Po këto me karafila me gjëra që Notis Fakianakis, këto emra të kështu. Notis Fakianaki bën muzikë shumë burr. E po me buzuko Gena. Maraz. Jo, është. Shiko tani se grekët kanë një gjë shumë të bukur, se nga që kam qenë afër Greqisë dhe e di. Grekët, për shembull, ku bëjnë kanë një Music Awards, ata japin ca çmime vit për vit dhe kanë zhanrin për shembull pop rock, e zëm. Pop alternativ. Kanë dhe një zhanër që quhet en-techno, që do të thotë brenda artit. Techni i thon artit në greqisht. En-techno është si thon në art, brenda artit, diçka e tillë. Muzika en-techno, ky zhanër muzikor zakonisht është muzikë greke, moderne, po me nuanca të thella antike. Që do thotë mund të jetë një muzikë, ku diun, me në një valle, ku diun, çan ato pondët, se çka kanë ata ça çame. Po nuk e di mirë tani, se nuk e di mirë. Kanë ca lira, kanë ca si instrumente të mëdha. Shiko, kam përshtypjen që duhet të ndiqet ose duhet të evolojë një çik edhe nga grupet e reja, për shembull, që këtë muzikën folklorike ta sjellin pak më moderne. Po pra, më moderne. Ke mbajtur ato motivet. Është edhe një çik e vështirë të dëgjosh tash 2 veta me çifteli që luajnë nga ato. Edhe unë nuk është se ri dëgjoj. Po nëse janë shumë profesionistë, nuk ka nevojë pse ta miksosh me moderne, se shiko, po sado nuk Gjermani ruhet muzika Baut në institut të Baut, edhe nuk ndryshohet, nuk miksohet. Ka muzikë klasike, është tjetër gjë, po nuk. Po për ata jo, ai është ajka vës. Edhe nëse muzika klasike është tjetër gjë, studiohet në e ke lëndë mësimore, kurse këtu nuk u dëgjohet në radio për shembull të fusësh një këngë me çifteli ose nduhet shtytin online, nuk e dëgjojnë. Nuk futet në radio, nuk e dëgjojnë dot në lokal për shembull. Nuk është performative në sensin kështu argëtuese. Është diçka që ka dhe momente argëtuese ato xhaku. Kështu ka qenë. Po dakord, po kjo e bën që të harohet në shik. Lauta, me që e përmendët. Për shembull lauta është instrument që mund të futet shumë në këngë moderne valla dhe në artist ku diun çfarë të them unë. Po se shkolla. Po nuk e kemi lauta si e qarë, është një se shkolla ta futesh. Po pse më Ylli Limani dhe i çanda një Çanda më mirë se Ylli. Dhe çanda një laut mes. Po është tash një ndryshim i korave gjërave. Është edhe cikël, besoj që vjen një moment do dalë një artist që ose ndodhin këto gjëra që del një film edhe
ringrihet rikujtohen gjëra. Duhet na kujtojnë që nga jashtë që pizza kemi vlera vetë këtu brenda. Po, si me Odisen që u shpend gjysma e internetit shqiptar që u harua dhe protestat ca minuta se u kujtuan gjithë për vendim kapajnë e madh. Sa kështu, po jo mua mbet që ore shiko, un për shembull unë kap shpesh veten time që dëgjoj një në kaq, nuk është se dëgjoj shpesh që vë në një album që ka bërë një francez për polifonin shqiptare, për shembull që ka mbledh gjithë këngët më të bukura, i ka mbledh në një album, ose siç është albumi shumë i bukur i akustika ne ma kujto pak si e ka profesori Red Dashi. Grupi quhet Akustika, do t'ju lëm një link në description, janë këngë shqiptare të vjetra të risjella më moderne. Janë kryesisht këngë qytetare nga të gjitha zonat. Po, janë këngë që të gjithë ju pëlqejnë kur i dëgjojnë. Thjesht edhe ne nuk kemi shumë kontakt o plakse, ngelëm ose një shembull që do asaroj të gjithë tash. Po, Goran Bregovici. Është mega artist. Goran nuk është se shpik gjë vet, nuk kompozon gjë vet, thjesht mbledh nga do. Po, edhe i sjell. Po, ama i sjell më të dëgjueshme, më ti jeni që mund ta bëjë një artist shqiptar, mund të mbledh nga të gjitha trevat shqiptare, mund të mbledh muzikë dhe ta sjell më përveç kësaj se si mund të integrohet muzika popullore në muzikën moderne, është edhe thjesht ruajtja në vetvetes ashtu siç është e muzikës burimore që ne nuk e bëjmë. Po mos e bazën do ta ruash, se po ruajt e bazën shkuptim ka pastaj. Ti mund të marrësh elemente i se Gorani nuk ka marrë nga muzikë. Ka marrë nga Irlanda, ka marrë domethënë edhe nga vende që s'ka lidhje fare me ato. Po, është pak baza, është muzikë. Është pak world artist, nuk është shumë ballkanika i thon muzikë. Po më dini që mund ta bësh me ne folkun kemi folkun nga jugu, nga Shqipëria e Mesme, nga Shqipëria e Veriut, kemi shumë diverse mund të përdoret. E vërtetë, shumë diverse. Po ma nuk është se e ka marrë njëri ta përmbledhë apo ta. Ne këto botimet e muzikës burimore shqiptare qa gjej unë, domethënë lart e poshtë janë gjitha para 90-s. Po. Publikimet e fjalën. Libra. Po pse nuk ka më moderne fare? Mund të janë shumë të rralla. O plak, po edhe në media mëdha nuk janë fare domethënë. Ore nuk janë, mbas edhe ne kërkojmë tani se ç'është vërtet se është edhe ajo që tha Besi që mbas e bëjnë evente si ai që u bë dhe ne s'dim asgjë fare, duhet ta jemi ne mor beso. Në Akademinë e Arteve për shembull nuk është se studiohen aq shumë. Po. O miq, na thoni ju që po shikoni porno tani edhe tani sapo erdhi në këtë podcast, na thoni ka evente nëpër qytetet tuaja dikush që është nga Mati, nga Dibra, nga ku diu na Përmeti, jo Panajoti zemra ime. Përshëndes. Po na thoni a bëhen evente si në Saran do blaq për shembull. Bëhen, po a shkojnë njerëz? Po blaq, shikoj çfarë bëjnë në Saran. Në Saran për shembull bëjnë një festë shumë të rëndësishme për traditën e qytetit. Festën e midhjes. Po si më blaq festën e midhjes, po aty nuk ka një muze. Po kodo mblidhen këto bizneset, shesin në një buk me djath me domate, ku diun në një raki. Buk me djath me domate, festë e midhjes janë buk me djath me domate. Po është si panair o plak. Po gatime me midhje. Po duhet të jetë midhja kryesore. Po është midhja prapë. Po tani që shiko festë e midhjes, tallesh tani jo. Shumë se tash midhja është nga ushqimet afrodiziakët më po atë më sjell ndërmend që gjithmonë kjo festa përfundon në orgji. An buk djath domate dhe midhje. Harroj midhjet. Edhe seksohen si kefshë. Po mirë, të pëlqen midhjet i peso? Ja. Tav. Ja. Po tav? Pse tav me domate bëhet mirë. Po kështu të krudo gjë, s'më pëlqen. Jo, krudo ja, si krudo më plak. Krudo po thua në guas thua no. Apo janë ato të mëdha, ç'a quhen ato? Që janë më të mëdha si kam që janë si në shkëmb. Midhje me guas. Në shkëmb. Midhje sot. Si në shkëmb. Nice. Duhet të thojë që qytetet e kanë kaluar pak fokusin në gjëra më komerciale që shiten objekte, subjekte, ku diun. Po se mbase nuk i organizojnë se edhe nuk shkojnë njerëz zoti tani. Po. Të organizosh një festival. Çfarë vura re unë se fundjavën që kaloi isha në një festival, nuk po e them emrin as për anti-reklam as për reklam. Që në 3 net ishin shumë artistë, edhe 80% e artistëve kishin të njëjtin repertor.
Më thënë, mbaronte njëri, futej tjetri dhe lunte të njëjtat valle, të njëjtat këngë, valle tropojës se këto or pasha, çan, gjithë këto. 80% e artistëve unë aty 3 ditë rresh kam dëgjuar të njëjtat këngë, një njëjti repertor nga të gjithë artistët, përveç 2 që ishin banda pastaj që lunin repertor tjetër. Po jo të vetat. Tematike ishte. Asnjëri këngë të veta, shumë pak një mund të kënonte një këngë vëllezërit Korçar për shembull që kënonin një 2-3 të vetat. Edhe gjitha cover e ke fjalën, gjitha valle nga këto. Na plon. Po janë të njëjtat valle. Dasmave që bëhen nëpër dasma dhe një valle, nëse kishte 4 artistë një natë, valle Tropojës ishte 4 herë atë natë. Tropojës ka çka këndon, është vetëm instrumentale. Po më pra performanca nga banda. Ajo hajde ta kërcejmë valle apo kush? Është ajo kënga, hajde ta kërcejmë vallën e Tropojës. Ose ajo valle shqiptare, valle kosovare, 4 herë ajo. Atë që këndonte Shpat Kasapi, rip Shpat Kasapi. Ja, rova që vtiq. Po, ojne apo mirë ishin artistë të njohur ta? Po më. O plak shumë topot jemi me vendin kulturore ne. E njëjta gjë ndodhte me festën e birës në Korçë kur vinin Elida 5 kështu vit. U ishte e madhe fare tani. Kur do bëhet tani? Po vit për vit bëhet ato. Po ishte shumë, kishin autobusa direkt. Mbajmë para vitesh domethënë që ndodhte kjo gjë, që vinin shumë grupe që këndonin kështu covera, edhe ndër covera kishin të gjithë nga Elida 5. Një këngë Elida 5. Dhe pastaj në fund fare dinin Elida 5. Fun fact për miqt që dëgjojnë muzikë të vërtet, muzikë underground të vërtet, Villagers of Ioannina City, një band shumë e njohur nga Greqia, kanë losë festë birës në Korçë. Dieni që? E kam marrë vesh. Po. Kështu që shumë gjë e bukur, bravo. Si kam dëgjuar që se di. Po, bravo Korçë, janë band shumë të mirë, shumë të mirë. Ore, do thoya një gjë shumë të rëndësishme, po e harrova. Shumë të rëndësishme e kisha. Ishte gjë kështu. Jo, se e lidha me më kujtoa çfarë me Sarandën, po nuk e harrova tashmë. Vlisë diçka për traditën, më miqë mi. O miqë mi, mos harroni na bëni subscribe, faleminderit. Mos harroni të ndiqni traditën. Po mos harroni të respektoni dhe të dëgjoni muzikë shqiptare, më miqë mi. Kujtoni jeni kaq, hapni YouTube-in, kërkoni Nduhe Shytin, kërkoni muzikë polifonike shqiptare. Ato subscribe mos harroni. Edhe jeni dobët me like dhe me komente. Jeni dobët për kokë time. Më keni mërzit. Plaseni like-un dhe komentin tani se di që kemi fol këto kohë të fundit. Po do t'i japësh dhe arsye për të komentuar. E vërtet i njëri. Kemi ndonjë gjë kontroversiale. Ja, nuk kemi një lloj podcastin. Ka më shumë se 200. Ato i thon politikanët tan. E dim që jemi marrë që kohë të fundit shumë me politik dhe tani do merremi prapë me politik, se do merremi me një ngjarje që më vrau, beso. Ç'të vrau? Më vrau një gjë. Ç'të vrau? Ju e dini që un jam fan si Arta me Marcel, apo jo? Po patit. Thuaj po ti. Ju e dini gjithashtu që un jam dhe fan si UFC-s. Që shoh shumë UFC, po e dini. UFC-a më mirë se mi. Një nga momentalisht një nga sportet më të marketueshme në botë, nuk më të them, nuk është një nga sportet më të marketueshme. Erdhi në Beograd. Organizuan një, më lejoni ta quaj një maskarad sportive në Beograd, sepse i gjithë eventi ishte një show propagandistik për të treguar që Serbia ka luftëtar në UFC. Çka kishin bërë ta beso? Kishin gjet një fighter, një luftëtar shumë të mirë serb dhe kishin bërë main event. Është një që është serioz dhe harrova se ka emrin se serb mo. Dhe gjithë të tjerët që ishin poshtë kësaj, hiq 2-3 ndeshje. O vlla, ishin niveli unë edhe po mirë ashtu jam se çfarë. Jo, plak tani është UFC-a është më të mirë dhe më të mirëve në botë. Që do thotë që të vesh në një shtet tjetër, të bësh se ka vaj dhe në Azerbajxhan një UFC dhe niveli ishte shumë lart, domethënë këtu niveli ishte shumë grop. Te UFC Beograd. Tani unë dyshoj si njeri dyshues jam, unë dyshoj që këtë e ka sponsorizuar qeveria serbe patjetër, sepse është një marketing për vendin e vet valla. Se imagjino të vinë gjithë yjet e UFC-s dhe Dana White vetë që është mega superstar në rrjetet sociale, gjithë njerëzit që punojnë për atë industri kaq të madhe dhe vinë në Beograd dhe bëjnë atë marketing për Beogradin. Unë ndeshë një shqitar ditën atë ditë. Po.
në UFC Beograd dhe e masakruan këta legendën Denis Buzukja, që bëri një paraqitje jo dhe aq të mirë, them drejtën, po që Ço ti bëni? jo, ideja që sigurisht ishte vendi për të ndeshur, por tani pse kot ta mbash atë presion në kuriz tani olla. Po mirë, se ai ka shpresuar që do fitonte dhe. Jo, dakor, është luftëtar shumë i mirë, thjesht nuk ishte ditë vet. Dhe unë tani mor beso, ngre pyetjen si njeri skeptik që jam. Po pse mor vëlla mos bëjmë dhe ne një event të tillë sportiv vëlla? Pse mos i hedhim dhe ne lekët për një gjë të tillë? Po dallo se ne u ankuam që pse erdhi kanë këtu tash të. Po çka kanë para UFC so po? Po para UFC s'është më mirë. Pse? Po se do hedhësh miliona për UFC-n. Po pse i do më shumë se 4 milion Po po? kush shikon UFC në Shqipëri? Po keni kush e dëgjon? Pasi kush e dëgjon kanë edhe shikon. Pse zven 50.000 veta tek? Po jo. Jo, zven një event UFC. Çfarë do na sjellë UFC? Edhe kanë asgjë na solli, kot ishte, nuk ishte. Pse ministri Blendi Goxha tha na ka sjell 30 milion euro fitim. Mirë, okay, pa e ka thënë ai, Se pastaj duhet besoni të ju me ato? siguri është e vërtet. Ova si bëra ka 100 dhe ma 10 ka i shpejtë. Po ishte koto. Pse nuk shkon fare? Po jo, çfarë do vjen UFC në Shqipëri? Po çfarë? Po i dha lauton Vučići më. Po mi më. Instrumentin tono. Po Po ai e do të vetin, no. ka zero impact në histori apo në. Që i dha lauton? Po, normalisht po. Dha lautën Dana White, edhe çfarë pastaj? Na plasi. Dana White do të bëj historinë. Po mirë, kur të vinë nesër në Shqipëri, çfarë të japim ne? Apo të japim kavallin? Po çfarë aty ngeli çfarë të japim Dana White. O Dani, merre të kavallin dha. Po çfarë të bëjmë këtu? Futen myth. Po tralala këto. Po mirë prapë, shiko, Nuk është duhet marketing me i e madh për një vend olla, të bësh një event sportiv të tillë. O le tash e njohin gjithë Serbin se shkoi ma. Shiko, të njëjtat gjëra që bën Vučići bën edhe Rama, e kanë Po, e njësoj. kanë do më duket që kanë qenë në një klasë bashk. E kanë bërë një njëtin libër. E vërtet. Kam mësuar përmendesh një të E gjëra. vërtet. E njëta prerje janë. Po. Thjesht. Mirë, serbët janë të kënaqur me faktin Me që UFC-n. UFC atje kush e di çfarë bëjnë. Ande kanë plas Atje proteza po, ngej fare si. Ata janë si ne me Kanye Westin, e kupton që i ka dhënë lek këtyre, e kupton, ndërkohë që ne Po në Serbi vazhdojnë protestat për për Vučićin si është situata. Ai tha që do ja dorëqen për sa javë po. Kështu thaj po. E pa bëri UFC tash u harua. U kujtuan njerëzit që Po ne. Çfarë po luan kazinon? E humbi interesin. Ase ne as na dëgjon. Ne, me çfarë po çaton o player? Nuk po çatojnë, po kërkoj. o los. Çfarë po thë Besa? Blendi Goxha the. Blendi Goxha Çfarë të kujtuar? më çudisin jo, do me Blendi Goxha edhe të gjithë si motrat e veta. Domethënë që dalin flasin budallë që kot. Domethënë pse më plak i bën këto gjëra, domethënë doli foli edhe për Jennifer Lopez, se nuk e sillim Jennifer Lopez. Për gjithë ata që për gjithë shqiptarët që mezi po e presin Jennifer Lopez, se kush e do Jennifer Lopez në Shqipëri. Jennifer Lopez është. Ka marr fund. Nuk be Se do më asnjë. Nuk besoj se ka një fan një fan në Shqipëri Jennifer Lopez. Ka fan sa. Ku ti plot? Në Sarandë, okej. Do lëm festën e midhjes se të shkoj në Jennifer Lopez. Po çfarë fleto? E kanë humbur çka, e kanë humbur. Se Se edhe tao balla me ato postimet me AI me Po ato. ai ndjer foto me ai se shikon fare që shkruajnë tabelat aramaikisht aty. Po si nxjerrin këto më plak, si? Çka kanë nxjerrë më? Ndori një foto që tregonte që sa ka rënë protesta. Edhe e kishin bërë me AI, domethënë kishin hequr njerëzit me AI, edhe ato tabelat që kishin njerëzit, po ti zmadhoja, i kishin shkruajnë ashtu siç nxjerrë AI ca shkrime pa lidhje ruse, as ruse ose shkruajnë që nuk ekzistojnë. Fare kështu në nivel Sa e trishtë. kryetari i grupit parlamentar, kryetari i grupit parlamentar? Pa ajo e se nuk mbajmë budallë që thua. Është kjo tash që ka dalë kjo shkrirja e bashkive. Po. Nuk di çfarë të mbaj, plak, domethënë se janë të dy anët aq idiotë si domethënë dalin këta kishte dal Prenja si kundër, kishte dal Maliqi që nuk shkrihemi ne me Korçë. Po nuk shkrihen, pse të shkrihen valla? Po pse kemi diskutuar dhe një çfarë ditë duhet bashkë, Maliqi uzu me grusha. Çfarë duhet Maliqi si bashki? Po. Domethënë thjesht Si për janë që kanë si- një 4-5 vende punë ata që marrin Po, rrogën dhe kaq shumë edhe nuk bëjnë asgjë. Po shumë, po Nuk ta bëjnë ministra tan bëjnë gjë këta.
Po pse duhet ta krahasosh gjën Po si duhet ta krahasoj? Po pse duhet të shkrihet? Ma thoj një arsye. Domethënë është krahasim i panevojshëm ky që po ministrat, çfarë kanë ministra, këta në bashkinë, flasin për bashkitë. Bashkitë e këtyre vendeve të votë, Dimali, nuk do Dimali të bashkohet me Beratin. Po nuk do më plak. Po tash ja buta. Po sa banor ka Dimali valla? 8000 banor. Se do shkosh ti, do bësh çaj kore rrugë që do shkosh ta marrësh një letër aty që e merr njëri në jetë. Është për letër. Po mirë, jo mendoj, këto bashkitë nuk i çojnë investime pastaj këtyre siç ndodhin në Tiranë që tash rrethinat u harruan fare. Tash po investohet. Aq pak sa bën. Kam fokus se ka. Po të dëgjosh argumentet që nxjerrin njerëzit që ne kemi kulturë ndryshe dhe histori ndryshe. Po kanë opinje si me Librashin janë shumë ndryshe. Pse qesh? Po janë budallë që kështu. Ore, më shpjego. Ore thjesht duan rin kot, ore, bëjnë rin kot në punë. Po s'rin kot të gjithë. Rin kot, të gjithë kot rin. Janë të gjithë bashki që rin kot. Azjes bëjnë. Jam dakord. Ore rin kot. Po si më rin kot o bu? Kot rin. Ore ju shërben njerëz, do ka dhe njerëz. Doli ajo ose është puna edhe e kundërta është idiotësi. Doli ajo Lushnjës tha duhet të shkrihet Devjaka me Lushnjën. Se Lushnja nuk ka dalje në det. Edhe po u shkrit tash do ketë dalje në det Lushnja. Po si çfarë lidhje ka kjo çfarë po budolli? E pa konceptueshme. Shiko. Unë për mendimin tim jam shumë kondra kësaj shkrirjes së re të bashkive. Po sepse s'më bën sens më plak se nuk besoj se këta e kanë menduar që aty ka administrat kot, edhe hajta shkrim ne këtë se që do ma liqin se administrat se ka 10 veta që punojnë në bashki aty. 10 veta janë shumë pak më plak për administratën e shtetit. Jo, më janë 30, 40 ku diun sa më. Po ja 40, po janë shumë pak o plak. Po pse duhet ta mbash atë si? Po ti ke në Tiranë, ke në kryeqytet që janë shumë njerëz. 4 drejtor dhe 1 punëtor. E krahasoj më plak se kur merresh me ndarjen edhe me reformën administrative, duhet të ketë një qëllim. Dhe qëllimi është për çfarë? Që bërin kota. Po jo mos asoj ky qëllimi. Po kush është Po qëllimi? ja pra të na thon këta, unë dyshoj se këta duan që të kenë më shumë kontroll, më pak bashki, më shumë kontroll. Po edhe kush problemi këtu? Po jo më është problem se s'lejon të ketë diversitet mendimi valla. Diversitet vote. Diversitet kanë këta që punojnë 4 veta në bashki. Po pse më plak Divjaka për shkak Divjaka super është qytet valla, është nuk bashki. ndryshon asgjë, më çan ndryshon vetëm që për të marrë një dokument si duhet të shkosh në bashkinë e Lushnjës. Po pse më do marrë makina e tani do bëj dën në Lushnjë më plak tani, gjysmore rrugë. Po pse duhet të ketë 40 veta që punojnë kota aty që rin. Po që një herë që do duhet i shërbej këtij qytetari do i shërbej më plak. Për një herë është ai aty, pse edhe të rin me vite në punë kot, vetëm se vjen një qytetar. Po jo një herë më plak se janë 6000 banorë. Një herë vjen, po një herë do nxjerrësh një dokument edhe se nxjerr më kurrë atë. Po edhe për këtë duhet të ekzistojë një institucion i tërë me njerëz. Po mirë. Ja të bëj një pyetje. Po këta që marrin ndihmë ekonomike në bashkitë për shkakun. Ku ti marrin? Do vetë në Lushnjë këy me karrocë i shkreti? Po më plak jo. Çfarë shembull po nxjerr? Po si çfarë shembull? Po jo. Ky sheti me karrocë që nuk flet dot dhe nuk dëgjon dot, duhet të shkojë deri në Lushnjë. Po të shkojë deri në Lushnjë, shkojë. Po me çfarë të shkojë më plak? Po do t'ja nxjerrin në bank, do t'ja hedhin ato se si merr njëri në dorë më lekë. Po jo, mos e ka dhe që i marrin në dorë. Ç'a thua? Po kush më i merr në dorë? Po jo, dhe se ti, shikoj, disi e bëre ti e bëre sikur të gjithë ta në bashkitë jashtë Tiranës nuk punojnë hiç. Domethënë rinë aty luajnë solitare. As ta të Tiranës nuk punojnë. Solitare. Ja. Jezës, janë gjithë o plak. Në Tiranë 4 veta punojnë. Jo, jam dakord që punojnë shumë pak veta. Po nuk janë gjithë më plak. Edhe bashkia e Tiranës duhet të shkrinë. Jo, më jo, unë jam e kuptoj atë gjën tënde, mendimin tënd, po që nuk më bën sens që shkrim kaca bashki që janë shumë të vogla. E vërtet. Pa nevojshme mos bën asgjë. E pa nevojshme. Janë koto. Maliqi do më ishin. Jo, Cariku për shkakun. Cariku po ç'a? Po pse e ndan ti Carikun? Po s'është i vogël. Po kam kaluar Cariku. Jo, Divjaka është gjigante vëlla. Gjigante. Ore pyet tani janë gjithë Divjaka. Lushnjë i takon se po aty është Lal janë dhe ata. Po ne çfarë mendimi ke për të reformën territoriale? Më thuaj pak. Se ky besi na. Po herën e parë që u bëi çik për vota në fakt që për me kanalizu vota. Po ja pra kjo është, domethënë këta që ngrihen që ngrihen se duan të mbrojnë vendin e tyre të punës. Nuk ngrihet të thjesht vota atë që po thotë Nea, se kjo gjëja po bëhet për vota, për kontroll votash, jo për kontroll popullate, se kush. Jo për vota, më për vota, 46. Asnjëri nuk e ka përmendur këtë. Ngrihen vetëm se kanë që do humbin vendin e punës janë kot aty. Po mirë, dhe vendin e punës o plak. Po janë kot, më pse do t'i marrësh atë kot, i rikot. Po rritën kot. Ose kot morin, po kotorin. Edhe asnjëri nuk ka dalë të thotë që kjo bëhet për kontroll votash. Se ka bashkinë kërcyrin koto. Jo, okay, kultura po. Faleta që i budalla që kot. Ti vjen çfarë mendon? Ku je këtu? Je me mua apo je me Besin?
Me finjerin e këtë. Po qa po vlasë? Qa viti është? Për shembull. Ku po dalim, Jo, mo unë jam që të shkrijem, pse të shkrijen. Ato 10 veta që kanë punën aty ta mbajnë punën. Edhe pasaj secili qytet ka kulturën e vet, vëlla. Po nuk ka lidhje mo ç'lidhje. Si s'ka lidhje? Kultura, se tani kemi histori e kulturë, po s'ka lidhje. Po miro, tani una Prenjasi, Tina Librazhdi. Po. Unë do bashkoj me ty, si do quhem unë? Unë kam çik hall këtë gjë. Njësoj më do quhesh Prenjas, do quhesh prapë. Si Prenjas më vëlla. Prenjas më thjesht për të marrë një dokument do shkosh në Jo, ma unë kam Institucione- unë kam e mendoj atë që tha Enea për punën e investimeve plak. Domethënë nëse shkrihen domethënë për këto qytetet që janë ose këto qytetet e vogla, ku ka zero investime më për momentin. Çfarë do? do jetë me minus. Në Saran pra. bëhet festë e midjes Po, jo, mo. Po si të na shkrinë dhe na thon bashko me Vlorën, ne s'bashkojmë në jetë me Vlorën. Po nuk ndryshon gjë, më asgjë ndryshon. Si Midjen asgjë? prapë do ta hash në Po miro, do kaloj 10 vjet më vonë do thot partia në pushtet. Çfarë do thotë? Agron Shej. Kryeministri Rasim Argron. Po. Ose Arlin Qori që do bëjmë reformim të ndarjes së bashkive dhe Saranda bashkë me Vlorën. Unë do bëj luftë, çfarë fleti bashkojmë ne Po me për çfarë Vlorën? mo? Ti se di për çfarë është bashkimi. Bashkimi është vetëm Po, pra që- institucional që Se pranoj. po ti di çfarë po kundërshton më. Po institucional ose çfarë, nuk është se do shkrihen drejtë në gjithë. E po këta dolën thonë ne kemi histori tjetër, e kemi kulturën Po ndryshe. miro, varja Po, këtyre. Po mirë do ndajem buxhetet e bashkive çdo vit. Por janë si s'do marrë gjë i bie, do marrë Librazhdi. Po jo më se bashkimi i madhe Po prapë do të shpërndajë për të gjitha, do nuk ma- është se ashtu do bëhet. Do i shpërndajë për të gjitha. se tani Me besi tani. Fonde E me ti e. Mirë, kam një pyetje Beso. tani po lulëzojnë në bashkitë e vogla me fonde. Dakord Beso, kryetari i bashkisë, Investime po zero më ka. kryetari i bashkisë Prenjas dhe kryetari i bashkisë Librazhd. Kush do bëhet kryetari i bashkisë? Apo të zgjedhjet e reja do Po ai të çdo caktohet? vendoset ato. Po ky tjetri? Cili tjetër? Nuk ka. Prenja tjetër. Caku, Po çai bie? një Po i do Maliqi. bëhen me zgjedhje. Po si do kandidojnë të dy për Korçën për Po të shembull. kandidojnë. ë? Po ai 13 vota kanë Maliqo. Po që si ka ai do bëj Po, fushatën e vet. Po është e pa drejtë o plak tani. Nuk i lejon fare, domethënë qytete të vogla të... Ore, ndarja në njësi të vogla administrative nuk është gjë e keqe më plak, pse duket, domethënë Po, ne është e e vrasim panevojshme. akoma më shumë fshatin me këtë. Fshati merr fund plak. Po jo mor çlidhe ka fshati kot. Po si s'ka lidhje fshati më plak? Asgjë nuk prek. Po fshati do vej tani Maliqoti fshatari në Vërdov. Nuk do, jo, Vërdova është Po Pokrates. që si ka një fshat. Nese, në Otlak Po. të Berat, të Kuçovës. Do vej tani për një dokument, do vej në Berat. Do e dej në Berat. Ndërkohë që do shkonte në Kuçov, tani do shkoj Shiko Beso 5 po. minuta më larg në Berat. Po e ridikulon këtë fakt Po, dhe nuk po më pëlqen. Çesharake është, po le. Miq, na thoni dhe ju në komente si e mendoni këtë, është tema kryesore e kësaj jave. Dua të di mendimet tuaja në lidhje me reformën e këtij plere të quajtur Edi Rama, që do të ndajë edhe një herë Shqipërinë edhe Rame. prisë mos e bën klip ai dhe thotë shisi më shanj ta bëjmë shaka, zoti kryeministër. Nuk e kemi kaq seriozisht. Po, se na ndjek se na rregullisht. godet ai. Kështu që na thoni dhe juve, unë nuk jam dakord o vëlla. Unë jam dakord, Në rregull. unë jam dakord që të bëhet një rivlerësim. Po unë kam përshtypjen që ti je kundër apo dakord, duhet ta shikosh një çik çfarë ndikon, ku ndikon, si ndikon, pse ndikon. Në investime. Po ku e peti që ndikon në investime? Ti e mendove që mund të ndikoj, Po domethënë, edhe ti e mendove që s'do ndikoj. po unë kam më të drejtë se ty. Po pse? Jo, Besi ka një argument të palëkundër që thotë këta në përrethë nuk punojnë në për qytete. Po besi Po sepse është një mendimet tuaja mendim janë që ka. shtesë në, domethënë, ju thjesht Po pra edhe ti nuk e di që nxjerrni ata aludime. nuk. Po edhe ti po aludon që ata nuk punojnë. Ha ma vërtetoj që nuk punojnë. Ta vërtetoj, na ikim bashkë nesër në të gjitha bashkitë. E mirë, Po gjetën ikim. një janë, Po, i gjetën gjetë duke i gjetë gjithë punuar në kam pse? mbi. Jo, është e sigurt Asja që nuk ka bëjnë, shumë bashki ta që nuk punojnë. Ore në bashkinë e Tiranës ora shkojmë, shikoj shumicën në U do t'ju them, 90% u do t'ju them një histori të madhe se më kujtoa tani. Kur kam qenë student, cirka 2012, më thot një zysh aty te fakulteti ku ishim ne që të bëja një punë studentore. Puna studentore ishte që të veja në gjithë komunat e Shqipërisë edhe të intervistoja punonjës social aty. Kishte një formular, ja jepja atij, ai e plotësonte dhe unë merrja 11 euro diçka e tillë për një formular. Edhe misioni im i parë, questi im i parë ishte
Lushnja. Ishte rrethi Lushnja. Komuna, më falni tani po prek në njëri, po do ta them se s'kam si mos. Jo, mirë tjetër. Komuna Lushnje, rrethi Lushnje dhe Fier. Edhe nisëm nga Fieri. Në Fier kryetari i bashkisë së asaj kohe, që falenderojmë tashmë publikisht, Baftiar Zeqaj, na dha Baftiar Zeqaj ka? Nëse. Na dha në 2012 në Fier. Nëse, na dha dhe një shofer në dispozicion. Edhe ky na çoi në fshatet e Fierit. Edhe eksperienca ime e parë në komunat e Fierit ishte që në çdo komunë që shkonim ne për të bërë intervistën, këta hanin ose pinin. Mbaj mend që komunë e parë që unë u futa dhe ishte edhe eksperienca ime e parë me një punonjës social që do të merr intervistë, ai po ante ishte ora 90 midhje. Jo, s'po ante midhje, po ante diçka me gjizë dhe ajo duke kaq e mirë më plagë dhe mua po më ai keq burë ai i shketi që sa ju futa në zyrë ai po ante më pak kështu dhe me sa duket se kanë qenë ato vitet e PD-s të ishte na punë kështu direkte, më kupton që edhe ata tremë si keq fare se kujtonin se isha kontrolli. Ke parasysh edhe ai. Edhe nga Tirana. Gjithë ato bukën e vet gjizën me duar aty dhe po si jeni kështu, ne jemi nga shoqata X, kemi ardhur për një kështu patjetër ulur këtu edhe nëse. Historia që do t'rregoj është për komunën Grabjan. Ikim në Lushnjë, ne? Lushnja i kishte fshatra shumë lart, më duhet të them. Ne, domethënë çdo fshat i Lushnjës ishte qytet më vete. Dhe Grabjani për shkak ishte vetëm ne aty, valla ishte fshat me art valla me mozaike, me gjëra minimale, po që vemi ne në te komuna aty. Zero valla. Asnjëri. Venim dhe në orare kështu 10-12, ose e ditin që ora 2. Po, aty që duhet. Po në 10-12. Vlla Bieri derës aty. Zero fare. Pyetëm një banor aty, o vlla, po ku janë këta? Ore, këta kanë një fest sot. Po çfarë feste kanë? Po jo, s'është njëri sot tu, mos hajdeni nesër. Po si mund të vim nesër, ne jemi me këtu. Gjë më tha mua. Do të jap adresën e këtij të komunës sa? Të kryetarit të komunës dhe shkoj gjej afër shtëpisë aty se mund të jetë aty ai në lagje. Po si mund të vetë në shtëpi? Po jo, vetë ik aty thasë se ka problem ai. Tani tham çfarë të vëm tetë në shtëpi, tani këtu s'ka asnjëri. Nëse disemi në shtëpi. Edhe gruaja e këtij kishte një vil këtu dy kaçe. Ishte vil modeste, po vil fshatare, vil fshatareske. Kishte në ato Tape Street me Luane, ke parasysh me sarkade siç ishin atyre viteve. Edhe na gruaja na tutje, na shefne dhe përshëndetje, kë kërkoni, i themi kryetarin, i themi ne. Të kujt jeni, nga jeni ju? Na Tirana i themi ne. Na Tirana me idenë që kemi ardhur. Na Tirana ju. Duket vrap brenda ajo nice, nuk e di, i ra telefonit që ka qenë ato që rrotullohet dhe se me shumë mundësi. Dhe për çere kore shohim në sfond një Benz kompresor 180 atyre viteve dhe ky na ndalon diku te 50 metra. Dhe sa ka dalë makina, po ju gënjej Gjuslafi, më rënd bomba Zeusi tani. Ulqereti. Sa ka dalë makina, ky. Ja. Tu me të dyja gishtat dhe, me të dyja gishtat, sa na pa ore, sa doli në makinë, hajde. Sa më shikon mua, Ja. vllai im. Çka? Si janë njerëz pirata që ngrinin flamurin, njerëz tregonin ishin miq apo armiq. Çfarë po bën ky valla? Më kupton? Hajde se po ju prisja. O vlla, i them përshëndetje, jemi në shoqat. Mos fol fare, hajde te shtëpia. Ku do vetë te shtëpia valla? Ne ishim dy veta dhe një Direkt shofer. mishin në hell. Ore un po të them kështu, o Kam vlla. përgati drekën. Çfarë thua? Ore u bë keq fare. Hajde dhe. Jo po se ku do vetë unë. Jo, hajde tha se ç'ke ti rregulloj. Ore i tham ne duam punën sociale, as ty nuk duam. Janë një fest. Ço festë më? Po na ka ardhur, na ka bërë një fest partia, na ka bërë një fest në Lushnjë, po vin. Po hajde nesër më mirë. Po si më nesër do e duam sot. Ke të drejtë valla. Të shkrihen gjitha komunat, valla, të shkrihen gjitha komunat. Dhe vërtet tani që më kujtua në çdo komunë që kemi vajt, Po çfarë ato janë ua, tani që më kujtua kam qenë dhe në Fushbar të fshati im në Saran. Ka Xhanxhin edhe aty. Jo, aty ishte tek pull vetëm njëri. Vetëm njëri.
E po ka qenë Vetëm një njëri. vërtet o plak. E po çfarë bën ai aty? Të gjitha, punoj social, sanitar, Hante. kryetar komune. Shumë keq jemi vërtet, por shumë, ë? Po çfarë, ore këto vendet e vogla jashtë janë ku të qameti është të panevojshme fare. Po fshatat e Korçës beso si janë. Ka fshatra që janë mirë, po janë kanë rënë shumë, do më duket nga shkollat. Pse janë të bartizura fare. Më përpara ka patur fshatra që kishin shkollat shumë plot nga 40 nxënës nëpër klasa. Po. Tash i ke 3 nxënës në klasë. Domethënë është rënë kështu e frikshme. Nga 40 në 3 është. Palesa janë mbyllur, që janë mbyllur fare një. Po edhe këto fshatra që kanë qenë si pak më të zhvilluar, domethënë ka patur më shumë njerëz që janë kështu 3 nxënës në klasë. Është më E të mërshme është kur e mendon olla, që edhe ata mësuesit aty që duhet mësojnë 3 veta më plak. është në zhdukje. Imagjino që ai bën kurse me ata. Unë mbaj me kurset. Ka 3 nxënës Se që bën roga. kurse në I dash. ngel para dite, si kalon mas dite. E po të futin në kurs matematika ata që nuk kalojnë. 3 cof. After school. Ua se ne po qeshim është vërtet tragjike më plak. Imagjino olla 3 veta aty të shkëtë Po dhe është merë, edhe domethënë ti beni nuk kalon ti. me këtë nivel mburemi jo Europa, po Ja, nuk jemi ne për Europën plak, thjesht. jo që do futemi. Jo, do futemi, do shiko. Do futemi vetëm për të thënë Me do thotë ky që ja ju futa në Evropë. jo, që do futem patjetër, me logjik do futet Malizi para nesh, pastaj do futemi Mirë. ne me shumë mundësi. Po që po, e vërtet tragjike situata, tragjike. Edhe jo do futet Evroja në fillim si valutë, që do na shojë akoma më grop Po ekonomikisht. mirë, një pyetje, se ti je ekspert ekonomie. Po u futet euro do rrumbullakosë çdo gjë për poshtë? Po, Si për poshtë. Për poshtë, domethënë e ke rrogën po kudo që 1200 lekë do thonë ata e ke 1000 lekë, valla, se ka 1200 lekë se u futet euro valla. edhe do shtremtohen produktet, edhe do bien rrogat. Se euro tani nice është 1 euro bën 93 lekë. Ja. Është pika më e ulët që ka qenë ndonjëherë euro ever. Edhe me 91, Edhe me 91? po isha sot në një dyqan, 91 e merrte. 91 e merte. Po plak, po me këto hapa euro do vej poshtë 90 ose. Po se di. Po që gjithsesi kur të bëhet ajo transferta në euro, prap do jetë goditje për ekonominë tonë. Jej! Po ne do ham midhje edhe do festojmë. Te festojmë mirë. Çfarë do na thënë një gjë për Nadirin, ta mbyllim me Nadirin, mbyllim me një gjë të. Domethënë ai është njeri që më surprizon gjithmonë. Domethënë kur mendoj që ka arritur kulmin, gjithmonë e arrin një më të re. Pas një video që fliste për mushkonjat. Edhe kishte kapur dhe një mushkonjë, që tregon që e kapa, po edhe shiko ku dilte gjëja tash. Thoshte tash mushkonjat ne na pickojnë që na thithin gjakun. Po. Edhe gjakun na e thithin për të lindur fëmijë. Për të Po? shumuar, Për prandaj. fesë, Po? Po? Po. Aha. Rrjedhë i misht thoshte un jam babai i atyre. Kështu që ne jemi prindrit e pjellave të mushkonjave. Të mushkonjave. Po, domethënë ne kur vrasim mushkonjat vrasin fëmijët tanë. Ore. Këtë thotë ky budallajo. Po kështu i bie, a ky tha vetëm ky e çoi deri këtu që ne jemi prindrit, un jam babai, tha ai. Po nëse ti e ushqim, nuk më Enough zebra internet nuk for është today, babai bro. E ne fëmijës Luan. mos u përpiq të logjikosh. Mendoj ta mbyll. Domethënë jemi deri në pikën që ne jemi prindrit e mushkonjave që lindin të reja. O plak, si ka ik fare kështu ajo. Po Përmbahet. jo, Do të bëj një përshëndetje Au, shumë au, au. speciale për një bandë të re në qytet, për bandën Hibernate. Kanë nxjerr albumin e tyre që do ta vëm diku tek komentet. Më bëhet shumë qefi që kemi artistë të rinj që mundojnë të bëjnë muzikë alternative po është shumë gjë në këtë kohë, në këtë kohë, në këtë pandemi idiotësie dhe në këtë pandemi kopjesh, dikush mundohet të bëj muzikë origjinale, kështu që bravo, dëgjojeni grupin dhe më shteteni, miq ju përshëndes, ju puç. Dhe tani muzikë. Ajo? e vetmja
e pa imagjinueshmja, e pa përshkrueshmja. Gjeni Braulli miq mbyll podcast. Mos haro. Jo, the mos harroni vlla. Jo, harroni vlla. Harroni ta bëj. Faleminderit që na ndoqët miq tan deri tani. Na bëni ju lutem Ata po shikojnë porno, çfarë? Po vetëm pas e jemi në një cep aty te ekran. Ose thjesht, unë thash faleminderit që na ndoqët që na dëgjuat. Tash po sa kanë parë. Doja ta fusja prapë. Ha më pusha. Dhe faleminderit që na ndoqët deri tani dhe na dëgjuat. Ju lutem na bëni subscribe në kanalin ton të YouTube-it të Besianti Podcast. Po më rritur në subscribe apo fare, apo grop ka parë. Fare, zero. Çe pyet. Keq fare. Na bëni komente, se nuk ju lodhen gishtat. Na bëni komente. E pra na kundërshtoni, na shani na. Po na shani olla s'ka ndonjë gjë. Edhe mos na shani. Ne pra. Pse? Jo. Na komplimentoni. Na bëni follow në Instagram, na bëni komente në Instagram dhe share. Edhe na bëni donate. Po, haruam donate, po, na mbështes. Na mbështesni se jemi xyna. Jemi xyna, mori. Arsye jam. Pa nuk kemi më. Jemi keq më. Xyna. Kështu që ciao. Mi shihemi Të tëra të mirat. Ciao.